Mirëdita miq, faktorët që ne jemi në vend parë janë fillon që në ndërtimin e skuadrës ku gjithë komponentët, drejtor sportiv, general manager dhe stafi teknik kanë punu për ndërtimin e skuadrës. Është organizimi i klubit, akoma më gjatë dhe gjithë funksionojnë dhe gjithë hallkat kryesore të organizimit të klubit dhe puna e staf që është pjesa më fondamentale, më e rëndësishme, puna e stafit me skuadrën, me standarde, me cilësi dhe me gjithë aspektet sia teknik, sia fizik dhe atë aspektin mental. Sa i vështirë është ndërtimi dhe sa kohë është dashur për të arritur në formën e mirë. Okej, për të arritur në formën e mirë është na janë dashur 7-8 javë i punë shumë e rëndësishme nga të gjithë frontet që janë fizike, varet majoritar vjen nga muajt e verës, nuk janë gjithë në të njëjtin nivel. Për të përgatitur, aty është preparatori fizik bashkë me zëvendësin e vet, i japin rëndësinë e dur dhe nga ana teknike fillohet me punën me skuadrën. Ndërtimi është i vështirë se varet nga buxheti, varet nga objektivat, varet nga mercato e kjo është shkëtire. Por objektivat tona është si fillimi është mbajtja e kalorisë, filluam në vështirësi sepse njëri nga amerikanët erdhi në mesin e shtatorit, por jemi ambicios, shkojmë për grada dhe për shkallë, për shembull në momentin që je të sigurt që në rënien e kalorisë janë 20 skuadra dhe 3 shkojnë në Karolinë e Bë. Duhet të jesh kompetitiv dhe për këtë domethënë është objektivi i parë, mbajtja e kategorisë. Pastaj, siç jemi në këtë moment, kemi spostuar objektivin e që jemi në vend të parë. Objektivi tjetër është play-in, pastaj play-off edhe objektivin nëse në vazhdimtimi parë të shkojmë direkt në A1, sepse skuadra e parë shkon direkt në A1, nga e dyta e trembeta bëj play-in dhe play-off. Pozicioni në klasifikim pasuron forcën e skuadrës. Okej, me mundohemi të bëjmë maksimumin, por në fillim të vitit na jepnin në vend të 2012 ato të në shkencëtarët e basketbollit këtu, na jepnin në vendin e 2012 ne jemi jaftë kështu lloj parashikimi sepse është punuar shumë mirë për rritjen e lojtarëve të rinj, ne kemi një skuadër goxha të re, domethënë. Disiplina taktike është e rëndësishme, është shumë. Disiplina është shumë e rëndësishme, po janë edhe detajet që bëjnë diferencën, kjo gjë është shumë e rëndësishme që punohet ditë për ditë për përmirësimin. Ne kemi një sistem që jep dhe liri lojtarëve, nuk kemi një sistem strikt, që interesa ka lojtarët më talentozë të kenë ato hapësirën e vet ku mund të marrin vendimet e tyre. Nuk ka veçan të jep remote control, me kontroll ka për mendimin tim. Si menaxhon pozicionin presionin tek lojtarët. Okej, ne jemi skuadra më e re e kampionatit, 24 vjeç gjysmë mesatarja dhe ne duke hequr mendjen tek objektivi final, ma duke u koncentruar, duke pas fokusin tek objektivat ditor, tek përmirësimi individual, tek përmirësimi i ekzekutimit në sulm, tek përmirësimi i rregullave, zbatimit të rregullave në mbrojtje, dhe këto janë gjërat kryesore, domethënë. Edhe këshilla jonë është ndeshja e ardhshme, sulmi i ardhshëm, mbrojtja e ardhshme. Këto janë ato our nostro mantra, mantra jonë. Mercato. Jemi vetëm një skuadër që nuk kemi bërë asnjë ndryshim deri nga fillimi i kampionatit në këtë ligë. Japim rëndësi të madhe punës përditore, domethënë, dhe kjo ka dhënë deri tash frutet shumë të rëndësishme. Niveli i A2-shit në 2 vjetet e fundit ka pasur një rritje shumë të madhe. Janë 12 trajnera që janë trajnera nga A1-shi, domethënë 20 skuadra, buxhetet janë me nivelit mesatar të lartë, kështu që ka dhe lojtar shumë cilësor që vjen nga A1-shi, preferojnë të lozin A2 sepse në A1 ka shumë amerikanë dhe ata preferojnë të kenë hapësirë si protagonist. Objektivi me shku në A1. Okej, ne nuk kemi limit, nuk japim limit, kemi qef të ndrojmë, por ne mendoj për ndeshjen e ardhshme. Ndeshja e ardhshme është nesër me Brindizin, e kjo është gjë më e rëndësishme në këtë moment. Por nuk japim limit, domethënë duam të bëjmë maksimumin. Faktorët vendimtare. Kush janë në faktorë vendimtare? Domethënë është marketi që mund të jenë për datë që tani dhe në fund, janë dëmtimet, do të kemi fat se mos kemi dëmtim të lojtarët kryesor, ne para 2 ditësh patëm një dëmtim të lojtarit kryesor amerikan, dhe detajet të sulmeve mbrojtje. Këto janë gjërat
kryesore që unë mund t'ju them. Kush fiton Kosovë? Ne themi, ne në Shqipëri themi i duruari, i fituari. Në vitet e fundit po shikoj që Trepça është skuadra më e organizuar, më lartpamse, që edhe ajo që ka trajnerin me eksperiencë dhe për kohë, dhe i ka lënë kohën që të punoj me të njëjtin staf në të njëjtin skuadër. Këto janë për mendimin tim organizimi, lartpamësia dhe trajneri. Klubi është i strukturuar, buxheti fakti që marrin dhe pjesën për Kupat e Evropës është gjë shumë pozitive. Kush do të fitoj kampionatin? Unë kam pa. Për momentin shkoj vetëm highlights, kam që t'i dedikoj se duhet me qenë i nërshëm me thonë si është e vërteta. Por shoh highlights-et e kampionatit Kosovës, por mund të them këtë që pretendenti është Trepça, por bashkimi ka bërë gjëra shumë të rëndësishme, bora shoh që po ecën mirë, të tjerët nuk arrit t'i deshifroj sepse duke bërë dhe shumë ndryshimet e lojtarëve her pas here nuk është dhe kollaj, edhe trajnerët nuk është kollaj të japësh një mendim nga larg. Mesazhi për basketbollin kosovar shqiptar, për sa i përket basketbollit shqiptar e kam vështirë ta them sepse ka një kujdes shumë të ulët dhe janë me vështirësi të mëdha. I kampionatin e komandon Beslida, që janë buxhet të mirë për Shqipërinë, por Bilali va bën një kont të mirë. Po të tjerët nuk janë të organizuar klube, kështu që kanë buxhete shumë të dobët për bërë diçka interesante. Kurse për basketbollin kosovar shkoj më me horizonte të hapura, sepse i buxhetet fillojnë të jenë interesat, kanë shumë më shumë mundësira dhe federata po jep rëndësi dhe ekipeve zinxhire, por unë në qoftë se do t'jepsha një këshill është duhet me investu më shumë te trajnerët e moshave. Ajo është gjë më kryesore që se mund të kesh element po si bëre gjërat e basketbollit bashkëkohor është shumë vështirë që ata të arrisin nivelin e të losin në skuadrën e parë. E dyta është klubet shpenzojnë për mendimin tim, po jo smart, e shumë pjesë e vetë ardhurave shpojnë vetëm për lojtarët amerikanë dhe ata çdo muaj duke i ndruar, domethënë për mendimin tim niveli i duhet të rritojë niveli i dirigentëve, i drejtorëve sportiv dhe i general managerëve, sa ata janë ata pastaj që bëjnë zgjedhje të dhura si një anë teknike për këtë trajner të marrin si të vlerësojnë gjërat. E tu domethënë do të jenë shumë të kujdesshëm sepse ata që investojnë te basketbolli pastaj kur shikojnë që lekët e tyre keq trajtohen, mund edhe të ikë ajo pasion që kanë. Gjë që më pëlqen domethënë është që dhe fansat janë një faktor shumë i rëndësishëm në basketbollin e Kosovës, shoh që mbesh kanë shumë. Unë do të preferoja që t'i jepej mundësi që shkojnë më shumë familje, domethënë aty do shkoj vetëm çuna të ri tifozë të zjarshëm, por për mendimin tim duhet të vi kohë që të vinë familjet shikojnë ndeshjen dhe të jenë pjesë e spektaklit, domethënë ajo që të kaloj 2 orë, jo të vihet ai që lozim kundra nuk është armik, po është kundërshtar, domethënë kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet në 2026, domethënë kjo këto 2-3 këshilla nga mia umiltà që mund të them. Dhe pyetja e fundit është do të drejtonit Kosovën ose Shqipërinë? Atëherë, për sa i përket Shqipërisë, 8 vjet më përpara nuk e pranova dhe imagjinoj sa e vështirë ka qenë për mua të ndijo, por sepse nuk kishte një vizion edhe nuk kishte kushtet e duhura për të bërë një punë strukturore me nivel, me profesionalizëm. Kurse për Kosovën mund të jetë realizimi i ëndra, domethënë që të drejtor një nga skuadrat shqiptare, domethënë, por edhe aty do të jetë një program o një projekt ku të përfshihen ku trajnerët të përfshihen në këtë projekt, të marrë vendimet bashkë me stafin e Kosovit, federatës, pse jo, domethënë dera është e hapur, mjafton që nuk e dihet një ditë mund të jap kontributin tim për të mirën e basketbollit shqiptar, që si Kosova apo në Shqipëri. Kam pas vitet e fundit 2-3 kontakte edhe me skuadrat kosovare, po unë isha në Amerikë, në NCAA, në 2 vjet përpara në Columbia University, për këtë motiv nuk arrita që të konkretizoj. Ju falenderoj gjithë dhe mirupafshim edhe si themi ne këtu në Itali, bon basket a tutti.